Poetja lushnjare Elona Tabaku vjen për lexuesit e saj me librin e 5 me poezi Amaneti Marigos. Në këtë vepër të re, autoria sjell vargje që pasqyrojnë realitetin e kohës, emocionet dhe ndjeshmërinë artistike që e karakterizon krijimtarinë e saj, duke ruajtur stilin e veçantë të penës së saj. Në një intervistë ekskluzive për mikrofonin e televizionit Apollon, poetja Tabaku foli për librin më të ri, frymëzimet që e kanë shoqëruar gjatë shkrimit, si edhe projektet e tjera letrare që pritet të sjellë në vazhdim. Ajo theksoi se Amaneti Marigos është një libër që përcjell mesazhe dhe ndjenja të veçanta për lexuesin, duke e ftuar atë të reflektojë për jetën, kujtesën dhe vlerat njerëzore. Me këtë botim të ri, Elona Tabaku vazhdon të pastrojë krijimtarinë e saj poetike dhe të mbetet pranë lexuesve lushnjare me gjerë, duke sjellë një tjetër vepër për dashamirësit e poezisë. Nëse mund të quajmë amanet, atëherë do doja që të thosha të gjithë dëgjuesve se nëse nuk mund të bëni mirë, atëherë mos bëni keq. Dhe mos harroni se nëse hidhni balë të dikush, bëheni pjesë të dy. Çfarë vjershe dhe çfarë poezie keni shkruar ju dhe i keni përshtjellur të pjesë e këtij amaneti që Marigoja ka lënë dikur? Pasi ju në kopertinën tuaj keni vendosur emrin e një komedie dhe një filmi shqiptar. Po, lidhje me atë komedi është edhe pjesa e poezisë, edhe ka mban po të njëjtin titull si libri, pra Amaneti Marigos. Nëse mund ta citoja, do të ishte nuk jam as i fundit dhe as i pari që amanetin tim firmos, por unë si më i marri dua amanetin e Marigos. Kur të më përcillni te varri, dua që të më varros, kush më hodhi balë të përsëgjalli, kush së mundua të më pluhros. A ndodh fatikisht sot këtu ku jetojmë neve që njerëzit pluhrosin dhe hedhin balë mbi njëri tjetrin? Është një shprehje e bukur që thotë që gjahëpëri i ha xizëllonjat sepse i vret shkëlqimi i tyre i vret syt. Edhe shumica e njerëzve nuk duan që të shohin dikë më mirë dhe më lart se veten dhe mundohen ta ulin duke hedhur balë apo duke thënë fjalë të këqija për ta. Si u lindi ideja për të vendosur kopertinës tuaj Amaneti i Marigos? Kush ishte? Personi ju? Sepse është një ndër gjërat që unë e kërkoj dhe mund të them që është një lloj amaneti dhe tek vetja ime që do doja që të kisha afër vetes, edhe në banesën e fundit, njerëz që më kanë dashur. Dhe jo ato që pas shpine kanë folur vrerë. Ndoshta kjo është një skeptizëm i rënduar apo thjesht një përcjellje mesazhi për njerëzit që flasin shumë? Më shumë është një mesazh. Mos lëndoni zemra, sepse fjala vret më shumë se plumbi. A do kem një libër tjetër të gjashtë Elona me një emër apo me një titull në kopertinë që ti të godit ashtu si keni nxjerrë Amanetin e Marigos? Në një të ardhme të largët them se do bëj një përmbledhje poetike me titull Eloni. Në lashtësinë e lartë përkthehet Ylber. Dhe pak a shumë është dhe emri im Elona, për të sjellë veten time aty. Domethënë një përmbledhje poetike i Elonës me titullin Eloni. Si i gjykon Elona, meqense pas ke gjendur atë pjesën e kopertinës për të nxjerrë një libër të gjashtë dhe duke futur emrin e Elonës brenda? A janë të gjithë njerëzit si Elona? Jo. Fatkeqësisht në 40 vite jetë që kam gjetur shumë pak, për mos thënë as pak njerëz si vetja. A ka Elona në një poezi kritike ndaj të tjerëve apo ndaj vetes vet? Po ka. Edhe ndaj vetes edhe ndaj të tjerëve. Ndodhen këtu. Pikërisht ky libër i shkruar nga Elona Tabaku, poezit të përzgjedhura që ju keni shkruar gjithkohës, duke i vendosur Amanetin e Marigos. Thjesht ndjenjat janë në shpirt të lindura apo thjesht i merr nga natyra? Ndjenjat lindin nga shpirti. Dhe hidhen në vargje? Dhe hidhen në vargje. Fjalë shpirti të hedhura në vargje. Elona, të falenderoj për këtë libër të 5, Amaneti i Marigos, që ju keni hedhur në treg për lexuesit jo vetëm lushnjar, por edhe me gjarë.